fitore PD-s më 11 maj, larg qoftë për vendin, larg qoftë për fëmijët tanë, larg qoftë për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Mos harroni që Bashkimi Evropian nuk i shef dot fare me sy ca tipa. Fare. Dhe deri kur ne të hym atje, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu. Kur të hym atje pastaj është më pak e rëndësishme për gjërat bazike, për lirit individuale, për standardet, për barazim para ligjit e tjerë, se ato nuk i lëviz dot më njeri, nuk i prek dot më njeri. Po deri atë ditë, ky thot, ti thua, do me thënë, i dashuri Igli, fitore. Fitore për çfarë? Për të shkrirë spakun. Fitore për të kthyer përmbys ato që mezi ka nisur si një luftë emancipuese, transformuese, modernizuese kundër korrupsionit. Për këtë fitore. Po çfarë do fitosh ti një? Se kjo nuk është futboll, që po shkon dhe po thua fitore Ignatias kundër Partizanit.